bësh e ka. Ku të rafton për? Ky Ku të djali paqt. E rëndësishme është që mirë dhe brikenën e kemi brënda. Edhe që bëj qik tjerë, Cila shenja jote të zodiakale se duhet t'ju bëj magji. Të dreve. Po e Mateo, qëri të kishte? Po da i, ku ka qenë moj ti? E kam pa dikon. Është i prinë ato cuna. Më sa kuptova. Legend. Po nga këta Ja quna më zot. Edhe thot pasaj, jo, nuk jam negativ. Po mirë mos të stash në i gjo se qa, e ofendova unë. Legen jo, me govan, me legen govan. Kom me uj. Po të shi, në qofë se ti ke patur ke shkëmbyrë disa mesazhe. Po ajo që ka pas histori, pse ka ardha, tu qash ajo, legena? Jo, ajo është në tentativë për të rizjuar dashurinë e vjetër. Po Se atë diskutuam dhe me që ta bëj xheloz. Ose zgjodhi sepse ka qenë preferuar publikut, sa të po diskutoj me Ilirin. Ndoshta ka komandjenja, meqense se ka qenë e përfshirë. Se tash këta se janë ndarë, ku ndar për arsye të saj. Kur mbaroi përputhen o vlla? Unë se di kur ka mbaruar edicioni këtu, unë e lash akoma. Tani më ndjetor. Going on. Po, tani, fund dhjetori. Ai tha, jemi ndar për kajnë asaj. Po lërë që thot Kymi, ky ka versionin e vet, ajo do thot jemi ndar për fajin e këtij. Ku di unë? Se cili ke shikon nga këndvështrimi vetë, si ajo 6 me 9. Me gjëndë kështë qenë akoma Armela këto, kështë vazhdu kjo qëndrimi Armelës me Kesin, kështë arë Stelina. Kupton të? Dorin dhe me mirën. Po, Stelina ka marrë atë. Vështimi në debat. Qa ke tymi? Nisa, ajo gota në televizor, 2 rreshta që i kam parë, më është dukur artikuluar, po tashi që thot mirë me brikenën. Mirë me brikenën pra. Ndoshta Mirë me brikenën pra e tha Stelina, apo e tha Mateo? Po ajo e zgjodhi. Po pra, po këtë batutën që ju një tuk e thënë, mirë Stelina. Këto e din se këto ishin aty, këto kanë ndonjëherë gjithë natën aty.